Një tjetër reagim nga ana e kryeministit Edi Rama sa i takon debatit përgjithësorin, ai shkruan në rrjetin social X, ka mundësi, më shkruajnë disa, lidhur me kërkesën e gjyqtarëve për të arritur pagën me 1.600 euro mbi aktualen. Jo vetëm që ka mundësi, po 1.600 euro është rritja që kërkojnë magjistratët e këshilltarët e zakonshëm, se mes rritje kërkuesve janë edhe specialistë, pra ata të GKK-s dhe SPAK-u, të cilët kanë pagat më të larta në Republikë, por kërkojnë edhe rritje prej 3.100 eurosh. Po, asnjë shaka, detin ku aktualisht marrin 6.130 euro në muaj, tani duan që t'ua kthejnë në kos gjykata kushtetuese me 3.100 euro plus, e si përfundim të marrin 9.230 euro në muaj. Si ka mundësi si jo, kur arrin të ndryshosh edhe qeverinë me një vendim gjykate, duke marrë kompetencat e kryeministrit, presidentit e parlamentit bashk, pa pasur marrë një kokër vote të vetme nga populli të rjetën tënde, si nuk arrike të marrësh nga arka e shtetit me një vendim tjetër gjykate 1.000 euro për të rritur pagën tënde, kush ka mbetur pa e kuptuar që se kam hallin tek një ministër unë, po tek rreziku real i përmbysjes së balancës demokratike mes pushteteve. Ky ishte reagimi i sajti kryeministrit Edi Rama në të çfarë kemi ndjekur edhe debatin me gjyqësorin, kur sot në deklaratën e shoqatës së gjyqtarëve lidhur me pavarësinë e institucioneve të drejtësisë, kryeministi është shprehur sërish se kjo mazhorancë ka bërë më shumë se kushdo tjetër që gjykatat jenë të pavarura, por nuk mund të hesht kur qeveria goditet në pavarësinë e saj.